Një pacient që vjen në spital, sa po të vjen me lëndim, njëri bëhet fillimisht një rentgen për të parë sigurt. Dhe nëse është brenda 6 orit që të ardhë, është rast emergjent dhe futet në sallë. Ajo pse ta bona këtë përshkrim është sepse zakonisht në traditën tonë, edhe na kur vrajme, sidomos kur kemi qenë të vegjël, kjo pjesa e kamës këtu që e dredhojmë, pëse edhe shikuesve tanë ndodhe edhe të hecë, edhe në punë, edhe të lujtë ose të vrapu, ose në shkollë, dredhohet shumë shpesh. Gjithmonë presim, hajtë dej nesër, mos po kala dhimbja se vesh një ndrythje ose një diçka e vogël. Këtu do me thonë na gabojmë mas shumë, dhe nëse nuk shojmë me një herë të mjeku. Shumicën e rasteve që kjo që është dredhimi i kamës, që është një lëvizje e supinimit të kamës në një teren jo të rrafsht, është tepër e shpesht. Jo çdo herë në këtë rast nuk është frakturë. Shumicën e herave është domethënë ligamenti, delta ligament që është domethënë është i zgjatun, është i kputun, dhe në disa raste kur që ky ligament është qaq i fortë e merr një pjesë të kockës. Secila për këtunëve ka një formë tjetër të trajtimit, mirë po mu lajmëru të profesionisti është gjithmonë e preferuar. Paramendo sikur një pacient të lajmërohet mas një kohë me këtë dëmtim edhe të krijohet një instabilitet i kamës. Kjo mandej ka një trajtim shumë të rënd, një trajtim shumë të gjatë, për me mujt me këty qëtë stabilitet që kamës i mungon për shkak në një trajtimit shumë, këtë rast unë i kësha qëtë shumë banal, shumë të vogël që ka mujt me marë ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, dhe nëse kjo shtyhet dhe vjen pacienti dhe na e vrejmë që ka instabilitet të artikulacionit, atër trajtimi është operativ edhe sukseset janë jo çdo herë më të mirat, dhe për njëve si profesionist na bjen edhe mu me atë përvojën që unë e ko marë për vendit ku kam qenë është që ka njëherë përgjegja e pacientave është jo e këndshme kur i thonë që në plot raste pritet që ky instabilitet ka me të prunë një artroz që kena mu pa dikur ma vonë dhe kena mundësi me bo. Jo çdo herë duhet mu vepru shumë shpejt, mirë po duhet me pas shumë kujdes. Dhe që ky kujdes duhet me marrë veç këshilla që qysh mus me ardhë deri te që në fazat e vonshme që ndoshta kena mi preferu, kena mi spjegu, do më thonë që mundën me pru në artroz dhe artroza mandej suksesi saj është veç operacioni e që na kem dëshirë që me pas sa ma pak me operu në qëtë drejtim. Mirë po fatkeqësia është që këtu ka herë takohemi me patologjit të tilla që jo osteosinteza na pështon, nëse vjen deri te proteza që ne i bojmë, do të thonë jo edhe mas qefti i bojmë, jo me shumë qefti i bojmë, për faktin se janë të kufizuar me disa lëvizje, mirë po nuk kemi alternativë.